Faleminderit zoti kryetar, kolegë, ne sot vazhdojmë të diskutojmë pa kuptim rreth disa ligje të thjeshta, jo se nuk janë të rëndësishme, kur ngjarje shumë madhore po prekin Shqipërinë dhe kanë prekur Shqipërinë. Ju dini që ka dalë traktati i integrimit të Malit të Zi në Bashkimin Evropian, duke bashkuar Malin e Zi me Islandën. Ku është Shqipëria? Shqipëria nuk është Gjekundi. Shqipëria nuk është. Fatkeqësisht Shqipëria nuk është. Shqipëria po ngel në klasë në procesin e integrimit, pavarësisht nga trumbetave që disa kolegi frynë këtu në parlament, kurse kryetari i tyre i partisë, kryeministri aktual Rama e parapriu këtë lajme negative dhe të këqija për Shqipërinë në atë artikull famkeq që botoi me Vučićin. Ishte një artikull që jo vetëm shtroheshin teori në ndesh me interesat e kombit shqiptar dhe të rajonit, ndesh me procesin e integrimit, por paralajmëroi Shqipëria dhe shqiptarët që procesi i integrimit do ngeli. Sepse kërkoi një status i veçantë i Shqipërisë dhe i Serbisë ndaj Bashkimit Evropian, një status thjesht, sikur të Shqipëria do pranojë, sikur Bashkimi Evropian është një klub ekonomik dhe i lëvizjes së lirë. Kur Bashkimi Evropian është bashkimi i vlerave, i parimeve, i principeve, i lirive, pa cilat nuk ka ekonomi të fortë të zhvilluar, nuk ka ekonomi tregu për të gjithë, nuk ka prosperitet, nuk ka as liri. Pra, ai artikull famkeq ishte një sinjal i qartë jo vetëm i dëshirave të kësaj rilindje për të penguar, për të bllokuar procesin e integrimit, por dhe një paralajmërim që procesi i integrimit tashmë është bllokuar. Padyshim këtu shtohen të gjitha elementet e tjera që ndodhen te parlamenti që nga votimi për të mos hequr imunitetin e zëvendës kryeministres, të gjitha veprimet e tjera që lidhen me shpërndarjen galopante të korrupsionit, me mungesën e luftës kundër krimit, apo mirë themi me dominimin e institucioneve nga krimi, të cilat janë për shkak që sot Mali i Zi të vazhdoj përpara me Islandën, dhe është e sigurt Mali i Zi do kaloj, sepse me Islandën është e sigurt krejtësisht në standardet, dhe Shqipëria ngel mbrapa. Është sinqerisht një situatë mjaft e vështirë për Shqipërinë. Është një rivendosje e Shqipërisë u të kryq të ri për rrugën e saj të nesërme. Është një aleancë e autokratëve kundër Shqipërisë. Rama, Vučić dhe të tjerë. Të vendosësh e thuash që Shqipëria barazohet me Serbinë në procesin e integrimit është një krim. Serbia ka fitur akoma nga lindja, ka çengela lidhura me Rusin, Shqipëria ka fitur nga perëndimi. Ne aspirojmë perëndimin. Ne aspirojmë Europën. Ne nuk aspirojmë lindjen. Ne nuk aspirojmë Ballkanin e hapur të Vučićit, i që nuk është tjetër vetëm një zgjatim i traktatit Eurazian të Rusisë. Ne aspirojmë Bashkimin Evropian të vërtetë. Atë Bashkimi Evropian që dhe Komisioni Evropian deklaroi dhe tha qartësisht që nuk ka pranime gjysmëgjel në Bashkimin Evropian. Ka pranime të bazuara mbi standardet, ka pranime të bazuara mbi principet, mbi rregullat e lojës, mbi vlerat, mbi liritë, sepse Bashkimi Evropian është ndërtuar mbi këto pranime të mëdha. Sado që autokratët, ata që drejtojnë regjimet, përpiqen të gjejnë të çara për të futur autokracinë e tyre nëpërmjet formulave të tilla gjysmake, që artikull që ato që ishin artikull nga Rama Vučić në Bashkimin Evropian nuk e gjejnë rrugën, dyert i mbyllën. Fatkeqësisht dyert i mbyllën Shqipërisë. Fatkeqësisht çmimin e lartë po paguan Shqipëria. Fatkeqësisht çmimin e lartë po paguan rajoni, po paguan shqiptarët. Sepse në vend që qeveria shqiptare të bëjë aleancë me faktorin shqiptar në rajon, më bën aleancë me Vučićin, duke lënë mbas dore faktorin shqiptar.
Unë do të them diçka. Forca e Shqipërisë në rajon qëndron në unifikimin e faktorit shqiptar. Nuk e kam fjalën këtu për Shqipërinë e madhe si shtet. Forca jonë e madhe qëndron në koordinimin e veprimeve tona të faktorit shqiptar në rajon. Vetëm kështu mund t'i kundërvejmë jo vetëm interferencave anti-shqiptare që janë në rajon, nga drejtime të ndryshme, po vetëm kështu mundet edhe të tregojmë potencialin tonë të madh përpara Bashkimit Evropian dhe Brukselit dhe të përshpejtojmë procesin tonë të integrimit. Por sot, kjo rinjë ka bërë të kundërtën. Për hir të marrëdhënieve me Vučićin janë shitur marrëdhëniet dhe interesat kombëtare me Kosovën radh parë duke shkatruar marrëdhëniet me Kosovën. Dhe prandaj kërkojmë integrim. Çfarë integrim? Kërkojmë në këtë mënyrë ku ne kemi dobësuar peshët specifike të faktorit shqiptar në rajon në këtë mënyrë. Përveç shkatrimit të standardeve të demokracisë brenda Shqipërisë. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta e hidhur e Shqipërisë sot. Dhe kjo thedohet akoma më tepër. Unë thash diçka edhe në mëngjes, para ditën, fal. Në lidhje me një vajtje të çuditshme të zotit Rama në një farë samiti në Barcelonë, ku ishin mbledhur llumi apo majat e të majtës populiste aty. Ata cilët kanë ndërtuar kolonën e tyre sot, dhe kolona e antisamiti ishte anti-amerikanizmi dhe anti-trumpizmi. Kjo është. Janë ata cilë po sabotojnë veprimet amerikane për paqen në lindjen e mesme, të cilët i pengojnë se Bashkuar të Amerikës t'i japin dispozicion të hapësirën tyre ajrore, dhe nuk mund si është ekscelencë ku bën gjë tillë. Quhet llum apo quhet si duash e tillje. Sepse realisht bie ndesh me interesat më dhaja të demokracisë botërore. Dhe atje shkohet në një samit të tillë, i cili duke pas ka këtë kolonë, i fshehur mbas anëtimimit të Izraelit, apo dhe shenjave të antisemitizmit, që u lexuan qashisht në atë aktivitet. Dhe kryeministri shpesh shkon, duke shkelur krejtësisht ato për cilat ishte deklaruar, apo shkoj si kryetar partie, nuk e di akoma, si shkoj, i takon ati ta thojt, vi këtu në parlament skaroj, t'japi shpjegime, në një ambient të tillë, që kishte kolonë luftën kundër Trumpit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe në flamurin e Izraelit dhe me ngjyra antisemitizmi. E turshme kjo gjë. E turshme kjo gjë. Kjo tregon mbi të gjitha edhe një inkoherencë të plotë në politikën e jashtme shqiptare, tregon oscilacione 180 gradë që na bëjnë krejtësisht pabesueshme pasaj para çdo partnerit tonë. Pa ne të mirë rrezikojmë të humbim edhe partneritetin strategjik më të rëndësishëm që kemi me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sepse politika jashtme ka diçka, ka kujtesë. Mos mendoj kushte gjërat harohen, në politikën e jashtme gjërat kujtohen. Politika jashtme ka kujtesë të tërë. Dhe vlerësimet bëhen pikërisht me bazën e kujtesës dhe në bazën e qëndrimeve koherente në një linjë të vazhdueshme me interesat e vendit. Ktu janë shkatruar apo shkatrohen. Kjo maxhorancë, kjo rilinje i ka shkatruar. Deri kur të vazhdojmë kështu? Deri kur të vazhdojë Shqipëria të rrezikojë të ardhmen e saj historike për eventualizmit politik apo për interesave të kundërshtim me shqiptarët të këtij regjimi, sepse ky regjim ka frikë Bashkimit Evropian, se Bashkimi Evropian është vendi i demokracive, vendi i lirëve, nuk është vendi i autokratëve dhe regjimeve. Dhe prandaj ky regjim kërkon të krijojë qendrën e tij me regjimet e tjera, krejtësisht në kundërshtim me atë që ne aspirojmë dhe për cilën e kemi luftuar që nga dhjetore 90-s, ku shqiptarët ngritën pikërisht me fjalën e madhe duam Shqipërisë e gjithë Europa. Ktu po kalojmë në moment krejtësisht të kundërt me interesat tona, me vizionin evropian dhe me partneritetin amerikan. Faleminderit. Faleminderit, fjalën e ka zoti Taulant Balla.
Përgatitet zoti Klevis Balliu. Takimit Barcelonës. Tani. E para për ligjin për që në korrekt me procedurën. Ju dëgjova me vëmendje, nuk kam lëvizur nga salla për asnjë nga folësit, qofshin majtas apo djathtas. Dhe kam një pyetje. Tani do ta votoni këtë ligjin apo s'do ta votoni? Se ju dëgjova kur ju tregova një përmbledhje të 6 muajve të parë të punës kuvendit, dhe kur ju thash që nuk keni votuar asnjë nga ligjet që janë detyrë e shtëpisë Shqipërisë për parafrimin e legjislacionit, doli zoti Kliçi dhe tha që na falni, thot, po ne nuk e kemi ditur listën, se po ta kishim ditur listën do t'i kishim votuar këto ligjet. Tani, me që ndoshta nuk e dini edhe pse e tha, shtypini aty, shtypet Ritana dhe ke një ekran aty përpara, shtype, hapat ekranin, zbrit poshtë, shko ke ligji, aty te ligji ke edhe një tabel përputhshmërie. Hape tabelën, janë 123 faqe. Është përputhshmëri e plot, me përjashtim një rasti që nuk ka aki, pra nuk rregullohet, por në të gjitha nenet ka përputhshmëri të plot me akin komunitar. Pra, Shqipëria ka zbatuar detyrën e shtëpisë që na ka vendosur Komisioni Evropian. Se dëgjova njërin këtu tha, unë se votoj, se di ç'a më bë ky ligj mu. Dakor. Ky se voton se ka i problem personal me këtë ligjin edhe dakor. Po ti Tritan pse nuk e voton këtë ligjin? Po ju tjerë pse nuk e votoni? Ky është për afrim. Kemi marr ç'a rregullore është ka, ç'a direktive është ka. Boja i kemi vendosur që bizneset gjermane, italiane, spanjolle mund të funksionojnë në Shqipëri, edhe vice versa, edhe biznes shqiptar. Tani ç'a probleme keni me këtë ligjin kot? Apo thuaj, pra, t'jemi korrekt. Keni thënë që kur bëhet fjalë, të paktën e thoni atje në Bruksel, se këtu pastaj e dritni, po aty keni thënë që kur bëhet fjalë për ligjet e integrimit, jemi të gatshëm t'i votojmë. Deri tani të paktën 2 veta që kanë deklaruar votën e tyre kanë thënë nuk do ta votojmë. Ta dim këtë gjë, edhe t'jemi edhe të sinqert me njëri tjetrin, pastaj kurtoni që ne jo se na kanë penguar, na kanë bllokuar, na kanë refuzuar, nuk na lën hapësirën. Ne këtu, si detyrë të parë, kemi ligjvënien. Nëse ju përjashtoni veten nga ligjet e parafrimit të legjislacionit, shumë mirë, po dëgjoj një përshpëritje që do ta votoni, por në komision e keni votuar kundra. Ashtu. Në komision e keni votuar kundra dhe ky shkret është fakt se nuk lëviztet. Tani. Për ta konkluduar. Mendoj që deri në momentin kur do të votojmë, edhe se dëgjova që kishte edhe një revolt për të mos marrë pjesë në minutën e heshtjes për akademikun Recep Qosja. Mirë është, mos ja bëni këtë tur Partisë Demokratike, nuk e meriton. Nuk e meriton këtë tur Partia Demokratike nga kushdo që ju thotë që mos ta bëni këtë akt moral të Kuvendit të Shqipërisë. E treta, për diçka që ju kam dëgjuar, e dëgjova në mëngjes kolegun Sheu, po kam dëgjuar edhe udhëheqësin tuaj legjendar. Tani ne respektojmë të gjitha angazhimet e partisë tuaj në forumet politike ku ju bëni pjesë. Ju jeni antar të asociuar të Partisë Popullore Europiane dhe po ashtu aktivizoheni edhe në organizatat ndërkombëtare të së djathtës botërore. Shumë mirë bëni, edhe pse nuk keni dëgjuar ndonjëherë komente tona. Tani Partia Socialiste e Shqipërisë është antare
e Internacionale Socialiste, është anëtare e asociuar e Partisë Socialistëve Evropian, mbështetës Grupi Socialist dhe Demokrat, sikurse Grupi Partive Popullore Europiane, gjej rastin sa herë më jepet mundësia t'i falenderoj të dy palët dhe e kam bërë dhe dje këtë, për dy raporterët, Andreas Schieder dhe Andrej Kovacev, të cilët kanë bërë një punë shkëlqyer për raportin e fundit, për të negociuar dhe për gjetur formulimet përfundimtare që do të dalin në afet në datë 5, por dikush këtu nga udhëheqësit e grupit parlamentar të Partisë Demokratike është e papranueshme që dalë një deputet i Partisë Demokratike dhe t'i thotë zëvendës kancelari gjerman se si u drejtua zotëria në fjalë. Zëvendës kancelari gjerman ishte bashkë me kryeministin Rama aty. O Tritan! Ai ishte aty, janë dhe po ta them që SPD-ja gjermane është ndër iniciuesit kryesor Aleancës Progresiste dhe tani ky mobilizim botëror në mbrojtje të vlerave të demokracisë. Edhe kryeministri spanjoll, një vend mbështetës 100% i Shqipërisë. Po mirë, po me presidentin e Këshillit Evropian Shpate, me Antonio Costa. Edhe ky kështu ishte siç the. Prandaj ju lutem shumë. Unë e kuptoj që ju këtu rregullin brenda vetes, po paktën për gjërat e rëndësishme të Shqipërisë. Nuk mund të shohet një njerëz që për fat keq ke qenë ministri i jashtëm, edhe thuash ato që the. Të sulmosh zëvendës kancelarin gjerman, të sulmosh kancelarin të kryeministrin e Spanjës, të Danimarkës, kryetarin e opozitës italiane, miqen time Eli Schlein, që edhe ti zotro dhe nje, po, Partia Demokratike Italiane, se edhe ke mik Kazinin, se është aty ke nedësh. E pra të shqipë, nëse i bëj këto gjëra se është turp. Gjithë kjo eksperiencë 70-80 vjetë tash sa vajte, vjen këtu dhe flet në mënyrë të papërgjeshme. Nuk shkon. Ne, ju shkoni, ishte zotëria deri në Brazil, shkoj atje, s'tam gjëna. Shkoj në Brazil, bëri ato takimet shumë mirë, puna juaj. Dhe ndërkohë keni ja 3 ditë, jo. Po mirë, kur shkoj kryeministri te Trumpi, bërtisnin pse shkoj ke Trumpi. Po atë që kishit. Se atë filluat. Por një gjë është fakt, dhe besoj që bijem gjithë dakord, kur më parë, në jonë 35 vite, po që nga 1912, nëse doni ju, Shqipëria nuk ka qenë në këtë nivel të politikës ndërkombëtare. Në këtë nivel respekti, në këtë nivel roli që luan Shqipëria. Lexojeni me radhë gjitha raportet e Komisionit Evropian së doni. Shqipëria vlerësohet si vendi me politikën e jashtme të njësuar 100% me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Është fakt kështu Tritan apo? Koha kur ti, bashkë me atë atje, që tani është në gjumë, se bete mas dite, e pranonit Shqipërinë në konferenca të papranueshme, ndërkohë që është fakt që sot Shqipëria jonë është një vend i cili gëzon respekt të gjithë qinjve, të partnerve ndërkombëtar dhe tani mbyllini këto zgjedhje që keni në parti, shumë mirë bëni me këto, dhe filloni tani ambientoni me faktin që vitin tjetër Shqipëria do të jetë kryeqyteti jo i Europës, po në kuptimin e mirëfillt i botës. Vitin e ardhshëm ne mirëpresim samitin më të madh sigurisë në botë, samitin e NATO-s. Do të vi ngre kokën Tritan, do vi Trumpi këtu. Edhe do të sillesh mirë. Po, patjetër. Ti nuk do hysh dot fshehur as atje se ti je mësuar që fshehur, po s'hyn dot aty, se ka rregulla. Pastaj, jo, se ka për ty Tritan. Pastaj do të vi nëse nuk do të jetë zgjedhur ende presidenti francez, datat janë brenda atij afati, po normalisht do të jetë në datat që samiti do të vi presidenti Macron, do të vi kryeministri Starmer, do të vi kryeministri Meloni,
do të vi presidenti Erdogan dhe do të vinë udhëheqësit e gjithë aleancës. Prandaj, filloni ambientohuni me këtë, sepse ju e dini fare mirë, deri në 2013 i kishim qik me pikatore vizitat, ndërkohë që juaj i shkreti nuk e priste askush as gjikundi. Shumë faleminderit. Zoti Dritan Shehu, replik. Faleminderit. Kam replik për 2 çështje që ngriti zoti Balla. Së pari njerë, si parti mund të bëjnë ç'të duan. Shpjegimi që kërkova unë është ky. Zoti Rama vajte aty si kryeministër apo sekretar partie. Këtë do të sqaroj qashisht. Qose ka vajtë si kryetar partie është puna juaj. Rruga që meni drejt të majtës ekstreme europiane. Ajo nuk që asë mbledhje e partive popullore, por partive socialiste europiane, as e internacionaliste. I dhe qka e krijuar ad hoc për të goditur Shtetet Bashkuara të Amerikës nëpërmjet Izraelit. Kjo është qëllimi i saj. Dhe këtu ta keni qartë të gjithë. Së dyti, në qoftë se ishte si kryeministër, ka shkelur marrëveshjet e këtij vendi. Ka shkelur impenjimet e shtetit. Ka shkelur pozicionet politike dhe strategjitë politike të shtetit. Dhe kjo do sqaruar. Kjo nuk mund të i pa sqaruar. Prandaj kryeministri shqiptar nuk ka frikë të vinë në parlament, se do ndodhet para këtyre pyetjeve. Do të japi shpjegime. Këtu do të vi. S'ka kryeministri botës që mund të shmangë parlamentin në një botë demokratike mbas cilat veprimeve. Pa lënë insinuatat, edhe ato kërcimet, ato akrobacirat duke folur, se nuk pinuj. Së dyti, lidhe me ligjin që ti përmende, për shërbimet, unë them të gjë. Turp i botës ai ligj për juve. Ishim komision. Nuk u mor vesh kush e ka prezantuar, qeveria apo deputeti Denaj. 2 materiale, një relacion që nuk u mor vesh ku do votosh dhe përsi do votosh. Një kakofoni e tërë që nuk mund ndodhi. Qose ka 2 projekt ligje, s'kemi asnjë kundërshtim, si veç e veç. I votojmë një nga një, të dy. Ku është sot ajo që erdhi në komision projekti zonjës Denaj? Si u bën komision që u doli një relacion vetëm për 2 projekt ligje? Ishte tërë në kundërshtim me rregulloren, e tërë në kundërshtim me parimet e parlamentit dhe tregon dhe pikërisht se ka diçka që Përfundoni, fjali e fundit. sekonda. Meqense ishin 2 çështje. Se ka diçka që fshini atje, me atë mënyrë si keni e paraqitur atë projekt ligj. Krejtësisht në kundërshtim me rregulloren. S'ka ndodhur kurrë në historinë e parlamentit shqiptar që të vinë 2 projekt ligje nga majoranca, një nga qeveria e nga deputet, të diskutohet me një relator, të kërkohet votohet vetëm njëri. Ç'është kjo? Çfarë fshihet? Ç'është kjo kakofoni e tillë dhe më thonë se nuk e votoni. Faleminderit. Zoti Klevis Balliu, replik. Unë nuk di të kemi fshehur as me ndonjë vend. Na e trego ku është ai vend, ta dim, se s'kam nevojë futem fshehur as me asnjë vend, sa as kam mbjedh, as kam pengu hetime call centrash, as unë, as familja ime dhe as kush tjetër. Ata që hyjnë fshehurazi janë ata që kanë probleme. Këtu këtë sallë, kjo palë ka problemet e qytetarëve, kurse ju keni problemet e juaja dhe hallet e juaja, për të cilat sulmoni çdo që ju del përpara. Ju më bëni mirë që merreni me hallet tuaja, se po ju vjen dita që duhet përballeni me ato që keni bërë. Po të vish tu dhe të mashtros tuar që ne do e votojmë kundra, kur ne jemi shprehur edhe në komisione. Edhe në komisione, përfshi dhe në komisionin e jashtëm, që me të cilën ti po flet, ne do ta bëjmë me këtë formë, unë nuk e kuptoj. Ne jemi pro dhe kemi bërë të ditur për çdo propozim për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ne do ta votojmë pro. Problemi është që nuk do mjaftojnë këto ligje, se është ai surrati aty Ergys Agasi, që ka kapur sigurinë kombëtare dhe bashkë me ju kanë mbushur xhepat në kurrizë qytetarëve, që ka vrarë sigurinë kibernetike të vendit. Janë ata efektiv të policisë të inkriminuar, janë ato vjedhjet e pafundme tuajt dhe janë ato kartonat pro Lubi Ballukut që do na shtojnë kushtet. Dhe do vi dita që do duhet të
Diskutojmë, për sa i përket asaj që në 2013 nuk vizitonte njëri, presidenti i Amerikës ka ardhur vetëm me Partinë Demokratike në pushtet o zotëri. Kurse ju, me ato vizitat dhe lobinjët tuaja, kujtoni se me i foto zgjidhen. Foto me Obamën bëri dhe sa i miri, po iku atje ku do ikni dhe ju shumë shpejt. Faleminderit. Tani është fjala për ju, zoti Balliu. Keni fjalën në listën e diskutantëve. Apo e zauruat me fjalimin e mparshëm. Të nderuarin. Faleminderit kryetar, nderuar qytetar. Në shumë diskutime që ndjojmë këtë sallë, i madh dhe i vogël flet për interesat e mëdha që ka Shqipëria dhe për hapat që duhet ndërmarri për të përmirësuar jetën. Po ndërkohë sa herë bëhet një denoncim për një problematikë, qoftë kjo për çështje lokale apo dhe çështje madhore, qoftë korrupsioni apo lidhjet me krimin e organizuar, sulet i gjithë pushteti për të sulmuar denoncuesin. Dhe sot ne jemi një vend ku kemi individ me pasuri prallore që do të kishte zili kushdo biznesmen i Europës. Dhe janë këta individ, një grup individësh, një grup i vogël individësh që e kanë kapur shtetin prej fyti dhe bashkarisht me punët e qeverisë drejtojnë nëpërmjet organizatave kriminale punët e shtetit. Një shembull i kësaj është ajo që njihet si afera Akshit. Pse është një shembull shumë i rëndësishëm Akshi? Sepse individët e përfshirë atje që drejtonin dhe caktonin, siç pam edhe në videot e Epsteinit Partisë Socialiste Ergyll Sagasi, caktonte që ky prokurim, ky tender nga 2 milion ta bëjmë 4 milion euro. Dhe këtë ja foshte drejtoreshës së institucionit. Asaj që këta donin të hapnin faqe për GoFundMe, se s'kishte as shtëpi as katandi. Dhe ky njeri i caktonte se sa duhet të jenë tendrat, sa para duhet shkojnë tendrat, por njëkohësisht ky hapte edhe një kompani të vetën, ai dhe miku i vet Beqiraj. Dhe këta që caktonin shumat e tendrat, merrshin dhe tendrat. Dhe kur ndonjë tjetër merrte ndonjë prokurim dhe ankimonte tendrat që kishin vjedhur këta, merresh e peng. Po pse ka rëndësi kjo çështje? Sepse kjo fakton operacionin e narkoshtetit, si operon narkoshteti. Një individ i pazgjedhur, një individ pa asnjë funksion publik, pra as drejtor, as ministër, as deputet, as gjë, as punonjës. Motrën e kishte vënë punë atje patjetër, se duhej për mbikëqyrje. Por vetë s'kishte asnjë fuqi ekzekutive. Ky njeri drejtonte 2 shtylla kryesore të sigurisë kombëtare, ku ishte Akshi dhe drejtoria e krimit kibernetik. Dhe këta njerëz me këto prokurime arritën këto pasuri miliarda eurosh. Këto pasuri tregojnë sot, dhe këto t'jeni të sigurt që është vetëm një pjesë që kanë gjetur, se ka pafund që s'janë gjetur. Po këto pasuri tregojnë sa para ka ky vend. Kur drejtor apo ushtar të niveleve të dyta të kësaj qeverie kanë arritur këto pasuri, vetëm mund të imagjinohet se ç'kanë arritur shefat e tyre. Vetëm mund të imagjinohet se çfarë fuqie monetare ka Edi Rama. Dhe me këtë fuqi monetare çfarë kanë bërë? Kanë bler pushtet mediatik, kanë bler gazetar, kanë bler analist, të cilët i shohim çdo natë nëpër media. Dhe çfarë bëjnë? Çdo natë nëpër media sulmojnë çdo që i denoncon. Këto.